Sot që ka qenë, de facto, edhe që është me edhim shmjarësim, e kemi thonë tashma, nuk ka asë një filter për mja mëhu sërbëve të cilët në një formës e një tjetër kanë qenë të përfshirë në aktet e luftës që janë krynë Kosovë. Mjafton vetë që dëshmoj që jenë kanë dikur në Kosovë, ta bëhan... Mjafton që në vitin 1998... A ka kry krima, s'ka kry krima? S'ka rëndësin që se ka kry krima për jo. Ta zom, aj policia tje, i cili në sup, në të zyrat e supit famshëm, i ka maltretu printon, e ka re babën temë që deri në Livanuesi e në prag vdekjes, do ta ketë mundësin e njëjtë ta zomë që se është gjallë me gëzu njëjtin pension që shë gëzën babë emë. Që i bie viktima edhe agresori, do të kenë mundësi nga i njëjti budget, nga i njëjti shtetë, me morë benefitet e njëjta, pa u penalizu. Dhe me një që është shumë e dhimshme, pastaj për me, zme thonë, për me që matutje këtë dhemshëri, me thonë, nipat e fmit, veteranëve të UÇK-s në kontekst të shtetësisë Kosovës dhe benefitet që i gëzojnë nga shteti Kosovës do t'jenë të barabartë me nipat e fëmijët e kriminelve që mos me i përmenë me emër. E ke përmenë në një intervistë që e poshë kështë thonë që mi barazu nipjen e Ratkut me nipat e ushtarëve të UÇK-s dhe veprimtarëve vitëm në lejta më kujtu Ratku se unë jam i Skënderojt ta në Mitrovic se kena pas një farë qendra atërë në Prishtinë Zvishëm, por në Mitrovic Zvishëm e di që edhe para lufte u folë shumë për këtë Ratkun. Aja Ratku ka qenë një prej aty në policëve të rrezikshëm të kohës, i cili... A eksistën, a i halo, a tash e bërë shtetësin. A mo tash me siguri ka me egzu shtetësin edhe benefitet, e Ratku ka qenë një prej aty në policëve të rrezikshëm që i ka maltretu... Kër e dëgjohet të